Deputetja Partisë së Lirisë Erisa Xhixho dhe deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri zhvilluan në seancën e kësaj të enjte interpelancën e kërkuar me ministren e Arsimit Mirela Kumbaro për t'i kërkuar shpjegime mbi nivelin e sigurisë nëpër shkolla. Deputetja Erisa Xhixho akuzoi qeveri dhe Ministrinë e Arsimit për përdorim të rasteve tragjike si ajo e Martin Canit për politik. Asnjë përgjigje për raportin e fundit të KLSH-s, kontroll i lartë i shtetit, i cili ka vënë në dukje mungesën e gjithë sistemit funksional të sigurisë në shkolla. Asnjë përgjigje pse oficerët e sigurisë kanë frikë të raportojnë incidente për të ruajtur imazhin e shkollave. Dhe ky imazh na çon ato ngjarje tragjike të një vitit më parë, të muajve më parë. Ke raportin e dhjetorit 2025 që të hedh gjithë fjalën që mbajtët sot për masat, pseudomasave, tuaja imagjinare. Shqetësimi çdo familje shqiptare sot është siguria e fëmijës. E çojnë në shkollë. Në shkolla ku s'ka, sipas raportit KLSH-s, nuk ka kontroll fizik. Pse nuk bëni kontroll fizik fëmijëve kur nuk garantoni siguri në shkolla? Deputeti Erald Kapri tha se dhuna nëpër shkolla është shumë herë më e pranishme se sa vetë qeveria deklaron. Ai tha se qeveria raporton minimumi 2500 raste në vit, por sipas një raporti të Save the Children, dhuna si fenomen është 2 herë më e madhe se sa di vetë qeveria. Nuk e di domosht çfarë duhet ndodhi më shumë në këtë vend që Ministria e Arsimit të jap dorëheqjen. Çfarë duhet ndodhi më shumë në këtë vend? Ua u ka lënë fëmijëve shqiptar të drejtohen për arsimin një të procedurave për trafik ndërkombëtar mbetjesh. Edhe hajde folën në parlament. Ju vini këtu, talleni me këtë parlament, talleni me familjet shqiptare, edhe flisni për një realitet virtual. Tani, a ka hipokrizi më të madhe që vini këtu në parlament, flisni se si ne do zgjidhim fenomenin e dhunës në shkolla, ndërkohë që personi përgjegjës është me arrest shtëpie. Më falni, çfarë kuptimi ka kjo? Ju duhet jepni dorëheqjen. Dorëheqjen që e besuara juaj është prapa të gjitha këtyre skandaleve që ne folëm. Duke e cilësuar kërkesën e deputetëve për interpelancë si një politik e çastit, ministra Kumbaro e cilësoi dhunën në shkolla si një fenomen global, i nxitur më së shumti nga hapja pa kriter e botës virtuale tek të rinjt sot. Kumbaro foli me shifra për sa i përket oficerëve të sigurisë dhe numrit të shtuar në institucione. Flasim për një sfidë globale që në forma të ndryshme po përjetohet sot nga të gjitha shoqëritë dhe që lidhet drejt për drejt me dinamikat që shoqërojnë ndryshimin e botës ku rriten fëmijët tanë. E kam fjalën konkretisht për hapjen pa limit të botës virtuale që thyen gjithë kodet e komunikimit dhe zhbën konvencionet etike të shoqërive mbi të cilat ngrihen dhe rregullat e sjelljes në shoqëri. Edhe patjetër që është një sfidë globale, por është një sfidë që në Republikën e Shqipërisë do duhet ta trajtojmë të gjithë ne bashkë. Aktor social, politik, ekonomik, mediatik, nga familja e deri te shteti si një kauzë për bashkim forcash dhe jo si se bepin e radhës, siç sapo e pam për politikën e çastit që sjell vetëm një çorb fjalësh. Kemi 355.510 fëmijë në sistemin ton para universitar, nga klasa e parë deri në të 12-ën. Mbi 30.000 mësues punojnë sot me përkushtim në të 1498 shkollat e sistemit parauniversitar. 329 oficerë sigurie janë sot të pranishëm çdo ditë në shkollat me numër të madh nxënësish. Interpelanca ka marrë shkas nga raste tragjike ku të mitur kanë humbur jetën pas goditjeve me thika nga bashkëmoshatarët në ambientet e shkollave, duke vënë kështu në dyshim sigurinë në institucionet arsimore.